Me nisjen e sezonit turistik veror ka vijuar procesi i dezinsektimit në zonat ligatinore, urbane dhe bregdetare në gjithë vendin, një ndërhyrje e rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe garantimin e një mjedisi të sigurt për qytetarët. Zëvendësministre e Shëndetësisë Eugena Tomini tha se ky proces ka nisur në përputhje me planin kombëtar të monitorimit dhe kontrollit, duke synuar uljen e dënsisë së mushkonjave në zonat me risk më të lartë. Në çfarë faze jemi aktualisht? Siç e tha dhe ju, procesi i dezinsektimit është një proces shumë i rëndësishëm që synon të ulë dënsinë e mushkonjave në vendin tonë, në zonat bregdetare dhe urbane. Procesi i dezinsektimit është shumë i rëndësishëm për të luftuar këto larva, por gjithashtu nuk dëmton shëndetin e njerëzve, të kafshëve apo të mjedisit, gjithashtu nuk është toksik për organizma toksor dhe ujor. Ky proces dezinsektimi kryhet në zonat urbane dhe bregdetare, në zonën e Shkodrës, të Lezhës, Tiranës, Fierit, Durrësit, Kavajës dhe në rajonin e Vlorës. Pra, ky proces ka disa faza. Fillon Instituti i Shëndetit Publik dhe vlerëson dhe monitoron një herë situatën si është paraprakisht, dhe më pas përvijohet një vlerësim entomologjik që kryhet nga vetë rajoni. Cilat janë hapat që ndiqen dhe që përvijohen? Pas procesit të vlerësimit entomologjik të kryer, fillon procesi i trajtimit të larvave dhe pas procesit të trajtimit bëhet dhe një monitorim pas trajtimit. Fillimisht procesi vlerëson se cilat janë habitatet që do të trajtohen dhe janë habitate parqe, laguna, pellgje, kanale, bodrume dhe puseta. Procesi i trajtimit për këto habitate është i ndryshëm. Trajtimi në habitatet natyrore si lagunat, kanalet dhe parqet përsëritet çdo 2 javë, ndërsa në bodrume dhe puseta çdo 4 javë për të garantuar efektivitetin e ndërhyrjes gjatë gjithë sezonit. Dhe cila është periudha ose periudhat mujore që ky proces kalon? Pra, e kemi vetëm në sezonin e verës apo edhe përtej turizmit apo periudhës së turizmit? Në cilat periudha ju operoni bashkë me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, bashkë me operatorin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor? Në bazë të vlerësimit që kanë bërë dhe njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, ky proces fillon në rreth periudhës prill-maj dhe përfundon në periudhën shtator-tetor të çdo viti. Është një proces që përsëritet çdo vit dhe zgjat mesatarisht rreth 6 muaj. Bashkëpunimi me pushtetin vendor për të gjetur dhe për të evidentuar në bashkëpunim me strukturat shëndetësore, zonat informale, ndërtimet e reja ku kemi bodrume të pazotruara akoma ende në katet e para dhe katet nontoksore, për eliminimin e mbetjeve, sigurisht nga komuniteti, në ato habitate ku grumbullimi i ujit për më shumë se 10 ditë, 7 apo 10 ditë, sigurisht jep favorizim për zhvillimin e larvave, janë element shumë të rëndësishëm në parandalimin e zhvillimit të tyre. Procesi i dezinsektimit po vijon në gjithë vendin sipas hartës së zonave turistike dhe urbane, të përcaktuar nga ekspertët epidemiolog, duke garantuar më shumë siguri shëndetësore dhe qetësi për pushuesit, qofshin ata vendas dhe të huaj.